Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Dashit. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur, kjo javë për ju është një thirrje jashtëmase e fortë emocionale, një fortë përshlirim emocional në fakt dhe rikthim te vetja jote. Tani çfarëdo që të jetë ajo për ju. Letrat tregojnë se ka shumë gjëra që duhet që të mbajtura kohë të gjatë brenda. Emocione, fjalë, ndjenja brenda jush të mbajtura, pra që të kanë bllokuar dhe të lënë të ndihesh i lirë. Shkoj nga ky gavanoz si po lirohet një energji. Thot koha për të mos i mbajtur më ndjenjat mbrënda, lejoj të dalin, qaj, shkruaj, fol, bërtit, nëse duhet të dashur, por bëje. Shërimi yt fillon kur nuk i mban më të fshehura siç kanë qenë, apo çfarëdo që je duke mbajtur mbrënda vetes. Të shërosh, shëro apo i bjen kur një pjesë jote apo shëro veten tënde të thyer, ta quaj ashtu tani nëse restore the broken self. Një pjesë jote është lënë prapa nga dhimbja, do të thotë sikur jeni duke e stagnuar veten. Këtë javë duhet se është një energji që po ju fton ta bëni këtë gjë, gati të sjellësh atë pjesë tënde ta kthesh tek vetja jote në shtëpi, ta quajmë ashtu, ta shërosh dhe të ndihesh më i plot apo më e plot. Çfarëdo që duhet të pastrosh, kur energjia ngeca, asgjë nuk lëviz të dashur, kur diçka është e thyer brenda jush, kur diçka ju bën të ndiheni sikur s'keni zë. Bëj diçka të thjesht, pastro një hapësirë brenda tënde, fol, shprehu, thuaje, shkruaj, nxjerrë në mendim ose nxirr një emocion. Kjo është goxha emocionale dashur leximi juaj, edhe një hap i vogël hap një rrugë të madhe dhe letra tjetër shikoni ulërimin e juaj tani në kutimin e saj. Lirojeni veten nga let the truth, lejo të vërtetën të ju liroj, në atë kuptim. Pra, liria jote qëndron në të vërtetën, për çfarëdo që të jetë ajo, mos ki frikë të thuash atë që ndjen, atë që të mungon, atë që të dhëmb, në momentin që shpreh, mbani mend, do ta ndjeni një çlirim të jashtëzakonshëm. Mesazhi për këtë javë të dashur pastrimi dhe çlirimi, është një javë e pastrimit dhe çlirimit. Mos e frenoni veten, zemrën e juaj, gojën e juaj, mendjen e juaj, të ngelet e mbyllur. Pra, hapësira jote e mbrëmshme do të pastrohet sapo të lejosh emocionet të dalin dhe të mos kesh më frikë nga e vërteta jote. Shërimi dhe liria të dashur fillojnë që këtu, nga vetë ju. Pra, të dashur për ju një rilindje emocionale për çfarëdo që është duke u bërë fjalë këtu.